Një ndërhyrje e shpejtë e policisë kufitare ka bërë të mundur shpëtimin e një turisti gjerman, i cili rrezikoi të mbytej paraditën së shtunës në liçenin e Shkodrës. Rreth orës 10 shërbimet e policisë kufitare të drejtorisë vendore për kufirin dhe migracionin Shkodër u njoftuan nga personeli një kampingu në fshatin Flak Malësi e Madhe se një shtetas gjerman kishte mbetur në vështirësi në liçen, pasi dallgët e krijuara nga përkërcimi i motit e kishin vënë në rrezik teksa lundronte me kanoe. Menjëherë pas marrjes së njoftimit efektive të nisën me skaf drejt zonës dhe pas kërkimeve arritën të lokalizonin dhe të nxirrnin në breg shtetasin gjerman me inicialet JS 64 vjeç. Sipas policisë, 64 vjeçari u gjet në gjendje të mirë shëndetësore dhe nuk pati nevojë për ndihmë mjekësore. Policia kufitare apelon për kujdes të shtuar gjatë lundrimit, veçanërisht në kushte të paqëndrueshme atmosferike, ndërsa rikujton se në çdo rast emergjence, qytetarët dhe turistët mund të telefonojnë në numrin unik 112.